Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemi rritë tema 14, e cila flet për ndikimin e madh që ka Kurani në zemrat e njerëzve. Dhe në këtë temë autori Allahu rujt i sjell disa hadithe. Hadithi i parë transmetohet te Buhariu prej Jubair ibn Mut'imit radiallahu anhu, i cili tregon thotë: e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke lexuar në namazin e akşamit surën Tur. Do thotë kjo ka qenë hera parë që imani është vendosur ose ka zënë vend në zemrën time. Në një transmetim tjetër të këtij hadithi tregon Jubairi radiallahu anhu thotë: e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në namazin e akşamit duke lexuar surën Tur, dhe kur ka arrit ajetet, po që është ajeti 35 deri te ajeti 37, thot Allahu am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. A mos valla ata janë krijuar prej hiçit apo vetë janë krijues? Am khalaqu as-samawati wal arda am bal la yuqinun. Apo mos valla ata janë që i kanë krijuar qiejt dhe tokën? Jo, kurse se thot mirë, po ata nuk janë popull që bindën. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. A mos valla ata i kanë depot e furnizimit të Zotit tënd, apo ata janë që zotrojnë edhe posedojnë çdo gjë, kontrollojnë çdo gjë. Sot kur i kam dëgjuar këto ajete, ka de qalbi an yatir, gati zemra ime sa nuk fluturoj. Po për ndikimin e madh që kanë pas këto ajete në zemrën e tij. Po ashtu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon, thotë një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në oborrin e shtëpisë së tij në Mekë. Ishte ulur në borën e shtëpisë së tij në Mekë. Thotë dhe pranë tij kaloi Uthman ibn Maz'un radhiyallahu anhu, i cili i buzëqeshit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por këto Uthmani ende nuk e ka pranuar Islamin. Edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "A nuk po ulesh pak?" Ai tha gjithsesi, thotë edhe ulte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ballti. Përderisa ishte duke biseduar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot e pa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngriti shikimet e tij ka qielli. Thot edhe mbajti shikimet e tij ka qielli për disa çaste. Pastaj thot vazhdoi me ul shikimin e tij derisa pra e hedhi shikimin e tij në anën e djathtë të tij në tokë. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye, u largua prej Uthman ibn Maz'unit, edhe po shkoi aty ku e kishte shikimin, pa ku e kishte drejtuar shikimin e tij. Thotë edhe filloi me tund kokën e tij sikur dikush i cili pra ja pohon dikujt fjalët. Po kur i flet dikush apo an që po i kupton fjalët e tij, pra ka tund kokën. Dhe thotë gjithë këtë Ibn Maz'un, pra Uthman ibn Maz'un e shikonte. Dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra përfundoi kjo ngjarje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi prap me ngrit shikimin e tij ka qielli, sikur se herën e parë. Derisa thot shikimi i tij pra përfundoi ose shkoi deri pra prapa qiellit, pra lart në qiell. Thotë pastaj u kthye te Uthmani aty ku ishte ulur herën e parë, dhe Uthmani ibn Maz'un tha ja përmendi këtë gjë. Pra tha o Muhammed, pra ende nuk e ka besuar se i dërguari i Allahut, thot jam ul me ty edhe më herët, jemi takuar kështu më radh. Mirë, po nuk kam pa që ke vepruar diçka ngjashme sikur se sot. Edhe pejgamberi më ka pyet, pra thotë çfarë pa, ja ka përshkruar po këtë ngjarjen. Atar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "A vërtet e pa gjithë këto gjëra që ndodhen?" Uthmani e pohoi, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Atani Rasulullahi anifan wa anta jalis." Kur ishe ulur te unë, më erdhi i dërguari i Allahut, pra meleku i Allahut, pra i dërguari i Allahut tek unë. Edhe Uthmani u çudit, tha i dërguari i Allahut, ky tha po. Atë çka tha ai? Tha po ja ka zbrit ajetin surën 90 në surën Nahl. Ajetin 90 surën Nahl ku Allah thot: "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun." Vërtet Allah urdhon për drejtësi, për mirësi, edhe me u ndihmu të afërme. Edhe e ndalon për imoralitetin, veprat e shëmtuara, mëkatet dhe dhunën ndaj tjerëve.
Thotë Allahu subhanahu wa taala ju këshillon këtë formë që jo t'ja vëni vesh në këtyre këshillave. Dhe Uthmani thotë kjo ishte hera parë po kur imani u vendos në zemrën time dhe prej aty fillova me dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj se çedim pra ai ka pranuar Islamin. Kjo hadith transmetohet te Imam Ahmedi. Pra në këto transmetime, në këto hadithe madhështore tregohet fuqia e madhe që ka pra Kurani në ndikimin e tij mbi zemrat e njerëzve. Kur njerëz pra i dëgjojnë ajetet e Kuranit dhe po e shohim që pra vetëm dëgjimi i Kuranit ka qenë shkak që ata me hynë në Islam, pra me pranu Islamin si feje dhe me ndryshu zemrat e tyre, pra me dëgjimin e Kuranit prej kufrit edhe devimit me kalu në iman edhe në udhëzim. Dhe Allah subhanahu wa taala i thot të dërguarit e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Nëse ndonjëri prej dhujtarëve kërkon mbrojtje strehtë të tij, atë të jepi mbrojtje, jepi strehtë në mënyrë që ai mi dëgju fjalët e Allahut, pra me dëgju Kur'anin. Thumma ablighu ma'mana, pastaj dërgojën në një vend sigurt. Dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun, kjo për arsye se ata njerëz që nuk dinë, po janë popull që nuk dinë. Për këtë arsye pra çish po e shohim kur një arab e ka dëgju Kur'anin, i ka kuptuar domethënien edhe kuptimet e tij, edhe e ka kuptuar e ka ndjekur që vërtet ky Kur'an është mrekulli. Po mrekullia e tillë që njeriu nuk ka mundësi me sjell diçka të tillë, pra patjetër është shpallje për Allahut, pra i ka kuptuar provat, dëshmitë e qarta që tregojnë për tauhidin, njëshmërinë e Allahut, për shpalljen, pra për vërtetësinë e shpalljes dhe për ringjalljen e kështu me radhë. Nëse Allahu ndonjërin prej tyre, pra çështë pa më lart e kanë nderu, duke ia mundsuar që me dëgju me vëmendje Kur'anin, edhe duke qenë prezant, pra dëshmitar me zemrën e tij, atëri i tillë nuk ka qëndruar gjatë veç se ju ka bërë qartë të vërtetë dhe ka besuar, ka pranuar Islam. Dhe ka dhe jad, Allah më shëroft, kur flet rreth formave që tregojnë për mrekullinë e Kuranit, e përmend edhe këtë. Po për këtyre forma është ajo madhështia edhe shkëlqimi që ka Kurani kur e dëgjojnë njerëzit. Pra kur e dëgjojnë Kuranin me zemrat e tyre ose me veshët e tyre. Apo kur e lexojnë pra këtë zemra thotë i kaplon edhe këto zemra mbushen, po i kaplon ose i përfshin madhështia dhe shkëlqimi që ka Kurani. Për shkak të forcës dhe fuqisë edhe pra elegancë që ka leximi dhe dëgjimi i Kuranit. Ndërsa për gënjeshtruesve, po ata që e mohojnë Kuranin, thotë për ta Kurani shumë i rënd. Saqë thotë disa prej tyre pra e kanë shumë tran, shumë të vështirë me dëgju Kuranin dhe ja shton edhe më shumë humbje, ja shton edhe më shumë devimin dhe ikjen largimin prej të vërtetës, siç ka thënë Allahu në Kur'an. Edhe dëshirojnë që sa më shpejt mund ndërprej leximi i Kuranit, për shkak të urrëties të madhe që kanë ndaj Kuranit. Dërsa sa i përket thotë besimtarët, atëherë thotë që kjo madhështia dhe shkëlqimi që ka Kurani, kur i lexohet thotë aty i sjell edhe më shumë tërheqje dhe afrim ka Kurani. Ja shton edhe më shumë atë butësinë që ka besimtari për shkak se zemra e tij gjithmonë anon ka Kurani edhe e beson ato, pra e vërteton ose e beson vërtetësinë e Kuranit. Siç ka thënë Allahu për besimtarët, taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Kur besimtarët e vërtet e dëgjojnë Kur'anin, atëherë lkurat e tyre rrënqesen. Pra ata që të kanë frikë Allahun, kur e dëgjojnë Kur'anin, thotë lkurat e tyre rrënqesen. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Pastaj lkurat edhe zemrat e tyre zbuten me përmendjen e Allahut. Po kur fillojnë me përmend Allahun. Po ashtu në surën Hashr Allah thotë: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Sikur ta zbrisme këtë Kur'an bini mal, atëherë do ta shehja atë mal të përulur dhe të coptuar. Për shkak të frikës që ka ndaj Allahut. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dhe këta janë thotë Allahu shembuj që ne i sjellim për njerëz në mënyrë që ata të reflektojnë dhe ndalen dhe të mendojnë. Pastaj vazhdon, po këtë ju në fjalë të ka dhe jadit, Allah më shoh thotë, dhe këtë tregon thotë për këtë veçori që ka Kurani, tregon edhe fakti që ka raste që edhe njerëz që fare nuk i kuptojnë ajetet e Allahut, fare nuk i kuptojnë fjalët e Kuranit, as nuk e dinë pra shpjegimin, tefsirin e tij, ndikohen për Kuranit. Siç është transmetuar thotë për një krishteri i cili ka kaluar afër një lexuesi të Kuranit, po për muslimanët që ka lexuar dhe është ndalë dhe ka qajt, veç pse ka dëgjuar Kuranin.
Kur kam pyet pse po e çon, ka thonë për shkak tërheqje ose së ndikimit që ka Kurani ose këto fjalë që pas kanë në zemrën e njeriut, pra ndikimin që ka edhe radhitjen e fjalëve kështu më radh, pra që të sjell pra e godet zemrën. Po leximi i Kuranit apo dëgjimi i Kuranit thotë e godet zemrën edhe e ka pra atë formulimin edhe radhitjen e fjalëve në mënyrën më të mirë, më të përkryer. Prandaj vazhdon thotë që kjo madhështia e Kuranit, po që është thamë, ka ndikuar dhe i ka prek disa prej njerëzve të shumë grupe të shumë të që lexuam disa raste më lart para islamit edhe pas islamit. E prej tyre thotë që ka që kur e kanë dëgju Kuranin, po herën e parë më njëherë kanë pranuar islamin dhe kanë besuar. E ka prej tyre thotë që kanë vazhduar në mosbesimin e tyre. Pastaj ka përmend si shembull hadithin e Xhuberit që lexuam më lart. Pastaj vazhdon thotë, po ashtu është transmetuar prej Utbe ibn Rabia, që ka qenë një prej udhëtorëve më të tashëm kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që ai ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak, domethënë që e ka ndërkuar populli i tij paria Mekës që me debatuar, polemizuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi i ka thonë ulu dhe dëgjosh kam të lexu. Edhe ka lexu ajetet e para të surës Fussilet, pra ajetet 11 deri në 13. Allah subhanahu wa taala thot Hamim Tanzilun min ar-Rahmanir Rahim. Kjo është vërtet, ky Kur'an ose ky libër ka zbrit prej gjithëmshirshmit mëshirëplotit. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kjo është një libër që ajetet, vargjet e tij janë të shtjelluara në detaje. Pra ka zbrit në formën e një Kur'ani në gjuhën arabe për ata që din, për ata që kanë dije. Bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Ky Kur'an thotë sjell edhe lajme të mira edhe paralajmërime. Mirë po thotë shumica atyre kthejnë shpinën edhe nuk dëgjojnë. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min baynina wa baynika hijabun fa'mal innana 'amilun. Dhe ata thanë që zemrat e tona janë mbyllura, po të izoluara, mbyllura ndaj asaj që të po na thret. Po nuk depërton ky Kur'an ose thirrja jote në zemrat tona fare. Po janë mbyllura. Ndërsa në veshët e tonë janë veshët e tonë janë të shordhur, pra nuk e dëgjojnë fare, edhe mes ne edhe mes teje ka perde. Prandaj ti puno, edhe po punojnë po ashtu siç dëshirojnë. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa waylun lil mushrikeen. Allah thot thua ju, unë jam njeri sikurse ju. Mirë po mua më shpallet që ja adhuruar ju e vetëm një e adhuruar. Andaj thot drejtoni në rrugën që çon taj, po ndeshni në rrugën e drejtë që çon taj dhe kërkoni falje prej tij. Dhe mirë për idhujtarët. Alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, të cilët nuk e dhajnë zakatin edhe e mohojnë botën tjetër, ringjallën. Pastaj vazhdojnë ajetet thot innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun. Vërtet ata që besuan edhe bojnë vepra të mira, për ata do të kesh problem të pandërprerë botën tjetër. Pastaj Allah thot kul e innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. Thua ju, a vërtet jo po mohani atë i cili e ka krijuar tokën brenda 2 ditëve. Edhe po i sajon atij, po i shoshon atij të adhuruar të tjerë, zotë të tjerë. Thot ky është Zoti i botëve. Pa që ka kriju tokën brenda 2 ditëve është Allahu Zoti i botëve. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Thot edhe pastaj ka krijuar, ka vendosur në këtë tokë po male të paluhatshme. Edhe ka begatuar tokën, edhe i ka caktuar po ato ushqimet, furnizimet për krijesat në tokë brenda 4 ditëve. Kjo është po si përgjigje për të gjithë ata që pyesin. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Pastaj thot Allahu është ngritur mbi qiell. Edhe qielli ka qenë në formë të tymit, po formë të mjegullirës. Ai tha qiellit e tokës ose jeni me hir ose me pahir. Edhe toka dhe qielli thot ne po të bindemi ty me hir. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. Thot pasaj Allahu i krijoi 7 qiell brenda 2 ditëve. Edhe secili qiell po
e caktoi detyrat e secilit qiell. Çështjet, pra detyrat që kanë të bëjnë me secilin qiell. Wa zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa hifdha, thotë edhe qiellin e dunjas, qiellin e kësaj bote e stolesëm e zbukurua me kandila, pra me yje. Edhe si roje, pra që zhëdim prej gjinëve dhe prej shejtanëve. Dhalika taqdiru al-aziz al-alim, thotë kjo është krijimi dhe caktimi i plot fuqishmit dhe gjithdijshmit. Pastaj kur ka lexuar këtë ajetin e radhës, pejgamberi sa sa pra që është ajeti 13, fa in a'radu fa kul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Nëse ata thot largohen edhe shmangën, atëherë paralajmëroj ata me një rrufe e cila i ka goditur fisën e Adit dhe Thamudit. Këto Utba ibn Amir, edhe pse ka qenë udhëtar, kur i ka dëgjuar këto ajete, pejgamberi sa sa thotë ka vendos po dorën e tij në gojën e pejgamberit sa sa. Ai ka betu, ka thonë, për hir të afërsisë që kemi, mos vazhdojmë me lexim, ndalim. Po kjo tregon atë ndikimin dhe madhështinë e madhe të madhe që ka, po ndikimin e madh që ka pas Kurani, edhe në zemrat e udhëtarëve. Në transmetim tjetër thotë që pejgamberi sa sa ka vazhduar me lexu, edhe ky Utbe ka qenë duke dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pra me vëmendje. Nëse tregon thotë që i ka pas durr i mbështetur pra mbrapa shpinës, i ka vendosur durrët dhe ka qenë i mbështetur në durrët e tij. Derisa thotë pejgamberi sa ka vazhduar me lexu derisa ka arritur ajeti i sejdës. Që është këtë surë dhe ka rënë sejdë, thotë edhe Utbe nuk ka ditë çfarë më veprua dhe çfarë më thon pejgamberit thotë. S'ka mujt pra më kundërpërgjigj. Edhe kthy te familja e tij, thotë nuk ka dal në disa ditë prej shtëpisë së tij. Derisa kanë ardhur po më pyet ç'është puna jote, pra pse nuk po dal, edhe është arsyetu ka thonë pasha Allah pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka fol me disa fjalë që kur veshët e mi nuk kanë dëgjuar fjalë ngjashme me to. Edhe nuk kom ditë ç'është më kundërpërgjigj. Prandaj kur dash i lexon librat e historisë, librat që flasin për biografitë e njerëzve, gjejnë se histori si ngjarje pa të habitshme, çuditshme për njerëz që shkaku i islamit të tyre ka qenë vetëm dëgjimi i Kuranit, edhe ndikimi që kanë pas prej kur e ka ndonjë Kurani që ka pas në zemrat e tyre kur e kanë dëgjuar Kuranin. Po vetëm dëgjimi i Kuranit ka qenë shkak që ata pra me kalu prej gjendjes së kufrit, prej errësirave të kufrit që ka qenë në zemrat e tyre, pra në dritën e imanit dhe shkelqimin e imanit. E dinë të gjithë edhe ngjarjen e Omerit radhiyallahu anhu edhe në mënyrë pra shkakun se si ka hyrë në Islam, që transmetohet në Musnedin e Bezarit prej Usame bin Zeidit, dhëndrit e Umerit radhiyallahu anhu, i cili tregon se Umeri radhiyallahu anhu ka thonë doni t'ju tregoj se si e pranova Islamin, po se ka qenë ato fillimet e hyrjes time në Islam. Edhe pa të praneshmet kanë thonë po gjithsesi, thotë unë kam qenë njeriu që më shumë të e kam rrejt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë edhe një ditë që ishte për ditëve nxehta, isha duke shëtitur ose duke ecur në një prej rrugëve të Medinës, të Mekës, thotë edhe më pa një person, një burr prej Kureshit, prej fisit Kuresh. Edhe më tha, ku ja ke mësuar kështu Umar? Thash, ja kam mësuar me shku te ky personi, pra te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po me kry çështjen me të. Edhe ai ka thonë, o biri i Khatabit, thotë kjo gjë ka hyrë në familjen tonë. Po në mënyrë rregulloje familjen në shtëpinë tonë para se me shku te ai. Thotë, çfarë ka ndodhur? Thotë, vetë motra jote pra ka shku te pejgamberi dhe ka pranuar Islamin. Thotë ky Umer u kthyi i zemruar, edhe ka shku te motra e tij dhe ka trugit pa me fuqinë e derën e saj. Thotë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ndonjëri pe banorët e Mekës pra ka pranuar Islamin, pejgamberi ja ka dërguar te ai një person ose dy persona që me shpenzu për to. Po me dhon, me shpenzu nëse ka nevojë dhe me ndihmu. Thotë edhe dhëndrit e Umerit, po të dhëndrit e Umerit i ka dërguar dy persona. Thotë edhe e kam trokit derën, edhe më ka pyet kush është, kam treguar që Umer ibn Khatabi, thotë edhe kanë qenë duke lexuar një libër, po kanë qenë duke lexuar Kur'anin. Kanë pas duart e tyre, kanë qenë duke lexuar Kur'anin, thotë kur e kanë dëgjuar zërin tim, janë ngritur dhe janë mshef diku në për atë shtëpinë e dhëndrit e tij ose motrës së tij. Edhe kanë lënë këtë librin atë. Thotë kur ka hap derën motra ime, thotë atë që i kam thonë o armike vetes tonë. Thotë a ke pranuar Islamin? Thotë edhe kam pas diçka në dorë, kam ngritur dhe kam godit më një herë në kokë. Thotë ajo ka filluar me çaj. Dhe më ka thonë o biri i Khatabit, vepro çka dush se sonë kam pranuar Islamin.
po se kam dërmen me lanë islamin. Thot edhe shkoj mu në shtratin e saj, thot edhe ishte një flet, po një flet të Koranit e vendosur në midis të derës. Thot edhe e pyeta çka është kjo flet, më tha leja atë flet, pra motra ti, për arsye se ti nuk pastrohesh për xhunullokut, edhe nuk merr tahret, pra kur ti kryen jashtëtitjet. Edhe Kurani pra e prekën vetëm ata që janë të pastër. Mirë po thot unë insistova derisa e binda që më jep atë fletën, thot edhe fillova me lexu. Edhe fillimisht e lexova Bismillahirrahmanirrahim. Kur e lexova këto dy emrat e Allahut Ar-Rahmanir-Rahim, thot më herë më kujtua për nga derivojnë këto dy fjalë, po ku e kanë rënien. Edhe prap thot u ktheva vazhdova me lexu pjesën e mbetur, pra e ka lexu ajetën surën Hadid. Ku Allah thot subhana lillahi ma fi s-samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Allah në madhrojnë çdo gjë që është në qiell dhe në tokë. Dhe ai është i plotësueshëm dhe i urtë. Thot edhe sa që kaloja dhe lexoja afër një emri për emrat e Allahut, e kujtoja Allahun. Sot edhe pasaj e hedha atë fletën po pi dorës time dhe fillova mi lexu vetë këto ajete. Po ajetën surën Hadid derisa arrita thot në ajetën e 7, ku Allah thot aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Besoni Allahun të dërguarin e tij dhe shpenzoni prej asaj që Allah subhanahu wa taala ka lënë në përgjegjësinë juaj, por pi pasurisë që ka lënë në përgjegjësinë tuaj. Thotë kur lexova këto ajete thash ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Thotë ata që ishin shehur në ata dy persona në shtëpi, thotë dolën po të gëzueshëm, morën tekbire, do thotë kur e dëgjuan këtë shahadetën që po e shqiptoj shahadetin, dhe njëri prej tyre më than për gëzau Ubiri Khatabin se kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ditën e hanë duke u lutur për ty. Ka thënë Allahumma izza ad-din bi ahabbi hadhaini ar-rajulain ilayk. O Allah, lartësoj ngritë këtë fe me njërin prej këtyre dy personave që janë më dashur te ti, imma Umar ibn al-Khattab wa imma Abu Jahl ibn Hisham, ose Umar ibn al-Khattab ose Abu Jahl. Njëri prej tyre pra forcaj e fen tonë me njërin prej tyre. Thotë edhe ka thonë në shpresoj që domthon ti Allah i ka përgjigj lutjes pejgamberit sa ka bëu për ty dhe pastaj vazhdon pra Umeri ka thonë më tregoni ku është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka shku. Thotë kur e pa se unë vërtet sinqerisht e pranova Islamin, më treguan pa të shtëpia ku ishte vendosur pejgamberi sa dhe pra e shpalla Islamin para tij. Po ashtu Ibn Sa'di transmeton Bejhakiu edhe Ibn Jariri prej Abbas ibn Hishamit ai për babait të tij se Tufail ibn Amr radhiyallahu anhu tregon thot kur kam shkuar në Mekë edhe aty ka qenë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thot më një herë më kanë ardhur disa burra prej Kurajshve edhe më kanë rrethu edhe po ky ende ka qenë udhëton atko thot mirë po gjithashtu ka qenë njëri dohon i ngritur njëri dohon pi që ka qenë aristokrat po pi fisnikëve të fisit e tij edhe ka qenë poet, edhe ka qenë shumë i mençur, i zgjuar. Thotë edhe më thanë o Tufail, vërtet të erdhe dohon këtu në vendin tonë Mekë, mirë po ka dalë këtu një person i cili na ka vështirësuar jetën. Pra edhe i ka përçar familjet, i ka përçar domthon shoqërinë tonë. Na ka po pështjellu çështjet. Thotë edhe fjalët e tij janë sikur magjia. Ai me fjalët e tij e ndon burrin prej grus. E ndon do thot njeriu prej babës së tij ose prej vllahut të tij e kështu me radhë, po mbërçame. Kështu e kanë paralajmëruar pejgamberin sa. Thotë edhe po kena frikë që për ty dhe për popullin tonë që mos po ju ndodhë njëjta gjë që na ka ndodhur neve. Prandaj mos i fal atij, as mos dëgjoj asnjë fjalë prej tij. Po sa mundet me të bëj pa sipas ty në magji dhe me të bëj për vetë. Sa do të vazhdon më fol kështu derisa u binda që s'kam më dëgjuar asnjë fjalë për tij, as kam i fol fare. Sa që thot edhe i mbusha veshët e mi pra me pambok kështu që mos më dëgjoj asnjë fjalë për tij kur shkova pra aty në Çapën, në xhamin e Çapës. Po zësha ta asnjë fjalë vetëm me dëgju për tij. Mirë po kur shkova tha në xhami pra në Çapë e pash pejgamberin sa më të duke u fal po te Çapja. Edhe thotë unë shkova afër tij. Mirë po thotë Allah subhanahu wa taala dëshiroj që mi dëgju disa fjalë për tij. Po kur ka qenë për sa duke lexuar Kur'an, çka qenë duke fal. Ata i kam dëgjuar disa fjalë shumë të bukura. Ai thash vetes ti je njeri i mençur,
i zgjuar, poet, edhe ti din me dallu çka është fjalë e mirë, e bukur dhe çka është fjalë e keqe dhe shëmtuar. Atër çon pengon mu që me dëgju këtë njerëz çfarë po thot. Nëse është e mirë, pranoj, nëse nuk është e mirë, pra e refuzoj. Thotë edhe qëndrova derisa pejgamberi e përfundoi namazin edhe i shkova mbrapa edhe i thash, kështu më paralajmëruan popullit kundër teje. Edhe unë jam poet, kështu që dëgjoj çka ka me thonë, edhe ja ka recituar disa vargje poetike. Pejgamberi ka dëgju. Pastaj ka thonë, atar tash e kam rrodhur unë me fol, kështu që dëgjoj mua, edhe ja ka lexuar pra surën Ikhlas, kul huwallahu ahad, pastaj surën Falak, kul a'udhu bi rabbil falak, edhe surën Nas, kul a'udhu bi rabbin nas. Deri në fund. Edhe pa ja ka shfaq Islamin, e pranoi Islamin. Thot, pasha Allah nuk kam dëgju kur fjalë më të mira dhe më të bukura se sa këtu. As fjalë që domthon që janë më të drejta. Kështu që thot më një herë pranova Islamin. Po kështu, po kësë ndikimi ka pra Kurani të ata cilët janë vërtet mençur dhe zgjuara, edhe që janë sinqert për pranimin e të vërtetës. Edhe Buhariu dhe Muslimi transmetojnë për Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk i ka lexuar gjinëve Kur'an, as nuk i ka pa. Mirë po thotë një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar me një grup i shokëve të tij, me shku te tregu Uqad, pra tregu Uqad ka qenë një tregu më i madh në kohën e xahiliyetit, po ku janë mbledh pra nëherë në vet për gjitha fisëve arabe edhe kanë bërë tregti aty. Si në lloj panajiri kështu. Thotë edhe kur i ka zbrit po pejgamberi sa më shpallja se që dim, thotë është bërë pengesë mes shejtanëve edhe mundësisë së tyre me dëgju lajmet prej qiellit, po pe melekëve, se çka po i dhon Allahu melekt. Edhe për këtë Allah subhanahu wa taala i ka dërguar mëtarët, me cilët i ka godit pra shejtanët. Thotë edhe shejtanët ju kthy te populli i tyre, edhe i kanë pyet çfarë ka ndodhur, ka thonë ka ndodhur një pengesë mes neve dhe lajmeve të qiellit. S'po mundu me të përdu deri aty që mi dëgju se çfarë po flasin melekt mes vetë, çfarë i ka urdhëruar Allahu, çfarë i ka shpall Allahu. Edhe Allah ose thotë na dërgohen, na kanë dërguar po meteor që më na djeg edhe më na godit. S'po mundu mi dëgju këtë lajm. Edhe kanë thonë, kanë ardhur përfundim që kjo gjë ka ndodhur për një shkak ose për një gjë shumë madhështore. Ka një arsye të madhe pse ka ndodhur kjo gjë. Kështu që kanë thonë udhëtonin lindje dhe në perëndim. Edhe gjeni arsyen. Cila ka qenë arsyeja shkaku që ma nuk po mundu me i dëgju pra lajmet prej qiellit. Pasi që dim pra falltorë kështu kanë bashkëpunuar me shejtan. Edhe shejtanët ju ngrit qiellin, kanë dëgjuar me lek se çfarë i ka urdhëruar Allahu dhe ja kanë përcjell shpejt lajmin falltorit, edhe ai ja ka treguar njerëzve dhe njerëz kanë menduar që po e din të ardhmen. Thotë kështu shejtanët kanë udhëtuar pra lindje tokës në perëndim, derisa një grup i tyre pra ka shkuar në drejtim të Tihamës. Tihamës janë për këto malet e Mekës. Thotë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë në një si bashkë kopsht në këtë ky tregu i kat që tham, dhe ka qenë duke fal namazin me shokët e tij, pra namazin e sabahit. Thotë edhe ata kur e kanë dëgjuar Kur'anin, xhenet shejtanët janë ndalë dhe kanë dëgjuar me vëmendje. Edhe ka thonë, e kanë gjetur arsye, ka thonë kjo që ka arsyeja pse po në u bë pengesë mes neve dhe mes dëgjimit lajeve prej qiellit. Po që Allah ka bërë këtë pengesë që kur ti zbet pejgamberi sa shpallje, po me kon shpallje pastër, mos e pas atë mundësia shejtanët me depërtu. Edhe ju kthyte populli i tyre ka thonë, o populli jon, inna sami'na Qur'anan ajaba. Vërtet ne dëgjuam një Kur'an të mrekullueshëm, fjalë të mrekullueshme. Yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi. I cili o zon ka vërtetë, o zon ka rruga drejt. Kështu që edhe ne i besuam. Walan nushrik bi rabbina ahada. Edhe ne nuk do të shoshojmë Zotit ton asnjë gjë në adhurim më pas kësaj dite. Dhe kështu pra Allah subhanahu wa taala për këtë gjë pastaj ka zbrit pejgamberin sa surën Xhen që flet për këngëtarin. Se do shoh pra këto lajmet, tregimet, pra historitë që flasin për këtë temë janë të shumta, që tregojnë për fuqinë e madhe që ka pra Kurani, ose fuqinë ndikimin e madh që ka Kurani në zemrat e njerëzve, dhe që Kurani pra është ajo porta e përmirësimit dhe pastrimit lirjes së zemrave, për mirë pa përkat me kusht ose kjo vlen për atë i cili e dëgjon Kur'anin me vëmendje dhe dëshmon pra është prezant me zemrën e tij. Prandaj në fund e lutem Allahu subhanahu wa taala që Kur'anin ta bëj freski edhe pranverë për zemrat tona, edhe dritë për gjoksat tonë, krahërorët tonë, si edhe ta bëj
largues të brengave dhe pikëllimeve tona, dhe Allah subhanahu wa taala dhe më mirë, Allahu alem, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.